Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Të respektuar të leshikues, ju përshëndesim ku të sheni. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Popujt e Kur'anit është emisioni joni përjavshëm ku takohemi me ngjarje të ndryshme që libri Allahu xhalla xhelaluhu na i rrëfen për të na treguar jo vetëm të kaluarën e disa popujve që Allahu xhalla xhelaluhu ka pa të arsyeshme ata t'i përmend në librin e tij, por ne në gjithë ato ngjarje dhe në gjithë ato tregime kemi mësime prej më të ndryshmeve që ne na hyn në punë, na hyn në jetën tonë dhe jo rastisht edhe ky emision më thon që me popujt e Kur'anit të dim se si të ndërtohet e tashmja jonë, se si të ndërtohet e ardhmja jonë, se si ne të kemi një pasqyrë për atë që i duhet njeriut, për atë që është e nevojshme për njeriun, dhe si duhet ne të largohemi eventualisht prej atyre që janë të dëmshme për njeriun, për ato që ndoshta ndokënd e kanë shkatruar me parë, ndokënd tjetër ndoshta e kanë eliminuar nga faqja e dheut, ndokënd tjetër ose ndonjë grup të njerëzve e kanë bërë që të jetë hi e pluhur dhe të jetë histori e treguar. Dhe gjitha këto ne me domos duhet të dimë se cilat ishin shkaqet, cilat ishin arsyet. Të nderuar teleshikues, në jetën tonë të përditshme, në çështjet më të rëndomta, ne kemi interesim të dimë detaje edhe për gjërat që ndoshta nuk kanë peshë për ne ose edhe nuk do të duhin ne të kishim interesim për to. Pra fudullëk të kemi, respektivisht të jemi spirionc në çështje të jetëve të njerëzve, jetëve të individëve, të familjeve, se kush hyri dhe kush doli, pse ishte dhe çfarë ata biseduan, çfarë ata patën në tavolinë, dhe deri edhe në gjërat edhe më të imta, çfarë ushqyen dhe çfarë kishin për drekë ose për darkë. Ne na interesojnë edhe këto gjëra. Mos flasim gjëra të tjera, sidomos për shembull kur kanë të bëjnë me shitjen dhe blerjen. Ne na intereson pse pronari i veturës e shet veturën. Edhe pse ai e ka vullnet të vetin dhe liri të vetin ta shes, edhe unë kam vullnet timin dhe liri timin që ta blej ose të mos e blej, është shumë interes ta dim pse ai e shet, të kuptojnë sepse a janë defektet ato që atë e lodhen ta bart atë vetur, ta ketë në posedim akoma, a janë probleme të llojit, të tipit të veturës që janë të padurueshme, a është vetura pra me të metat të caktuara, apo thjesht ai jep një arsyetim të logjikshëm ku mund të thotë se ndoshta për shembull në atë rast shitsi i veturës po të thoshte se e kam gjendje në vështirë, kam të sumur në shtëpi dhe po detyrohem që gjësendin më të mirë, më të dashur nga vetja ta largoj, pra me padurim e blen ky tjetri sepse e kupton që nga ajo veturë po largohet jo nga mos dashuria për te, ose mos simpatia për te, ose nga mos durimi për defektet dhe prishjet e saj. Përkundrazi, pra ai po shet vetëm se i bën para dhe ka vlerë. Me fjalë tjera, kjo është për një veturë, po çfarë për një shtëpi, për një banesë, për një truall? Pse ne e shesim atë? Pra duhet t'i japim arsyetime blerësve të mundshëm, jo se vetëm janë spirionc ose vetëm dëshirojnë të dinë të fshehtat e njerëzve, por që të kuptojnë se ja vlen të blihet apo jo. Nëse ne i themi se aty kemi një komshi që është problematik, ose në këtë ndërtesë nuk po mund të jetoj më sepse narkomanët janë që në hyrje dhe fëmijët e mi nuk dua që ata t'i shohin dhe të edukohen fëmijët e mi në mesin ku një narkoman e një tjetër mund të jenë në hyrje të ndërtesës. Po t'i thuash kështu, edhe po t'ja jepje fal atij personi banesën tënde, nuk e mlen, nuk e merr, nuk do të ta posedoj, nuk do të jetoj aty. Pra në fjalë tjera, ai dëshiron që t'i di këto në mënyrë që të kuptoj se a mund të jetoj ai apo jo. Mos flasim për përvoja të ilaçeve dhe shërimeve. Nëse dikush ka një smundje e cila nuk është e lehtë për tu
gjetur ilaçi dhe diagnoza, për të gjetur shërimi dhe kurimi i saj, ne jemi gjendje edhe nga mjekësia alternative që të gjejmë udhëzime nga njerëz të ndryshëm. Pse? Sepse ndoshta ata që janë provuar më herët kanë gjetur diçka që unë tash jam në fillim të kësaj sprove dhe më intereson pra se si ata kanë kaluar. Me fjalë tjera, krejt jeta është mësim dhe ne prej mësimeve të tjerëve mësohemi, edukohemi dhe kemi nevojë që ta trajtojmë do thotë çështjen e dikujt për të mësuar nga ajo. E çfarë nëse kemi popull? Çfarë nëse kemi rrëfime kuranore për cilat i madhrishmi Allahu Gjelle Gjelaluhu na tregon në mënyrë më precize dhe mënyrën më dinjetoze për të marrë një mësimet e duhura. Të respektuar teleshikues, për një profet të madh kemi fol dhe kemi përmend ngjarje të ndryshme dhe mësime shumë të veçanta nga ai, pra Ibrahimi a.s. Ibrahimi a.s. U lidh shumë edhe tek ndërtimi i qapës për shembull, edhe tek ngjarja tjetër e prjes kurbanit me djalin e tij Ismailin, dhe kur ne kuptuam se i kishte një djalë, pra Ismaili kuptuam se atë djalë e kishte me gruan e tij, të cilën e kishte një shërtor, në fakt, të cilën ja dha bashortja e tij, Sara. E ai pra nuk kishte fëmijë me Sarën më herët, e pastaj bëri fëmijë me Haxherën, që ishte pra një robresh, e cila ju dhurua Sarës në Egjipt. Ajo këtë robresh që ja dhuroi burrit të saj, pra Ibrahimit a.s. E kur lindi fëmia Ismaili, pra ai u detyrua që ta largoj Haxherën dhe Ismailin nga toka e Palestinës në një vend tjetër që është pra Mekja, ku aty më pas u rrit Ismaili, u zhvillua Ismaili, erdhi momenti që të sprovohej dhe Ibrahimi ta prej për kurban, ta thirr për kurban. Pastaj ishte edhe momenti tjetër i ndërtimit të Qabës, që ishte një ngjarje të Ibrahimit a.s. për që ndërlidhen ngushtë me djalin e tij Ismailin. Dhe jo parasisht po i përmendim këto, sepse profeti i radhës që do ta përmendim është një tjetër djalë i Ibrahimit a.s. Edhe këtu, pra kur përshkruam se kushëriri Ibrahimit a.s. luti profet, ishte i dërguar në kuptim Allahu e delegoi që të kumtoj shpalljen tek populli në Sedum të Jordanisë së sotme, dhe aty ai gjeti atë që gjeti prej paragullësive në atë popull, në atë vend. E ju e kujtoni, pra kur përmendëm se me lajket ishin për të lajmëruar pra Ibrahimin a.s. për një ngjarje dhe për të shkatruar popullin e Lutit nga ngjarja tjetër. Pra ata fillimisht kishin ardhur te Ibrahimi, e kjo ngjarje që ne e kemi përmendur kalimthi duhet që sot japim dritë dhe jehon më tepër kësaj ngjarje. 2 apo 3 meleket, që 3 melek ishin, pra fjala më e sakt, erdhën në gosti të Ibrahimit a.s. E vizituan atë, gjithsa ai ishte në Shamin e gjerë ose në Palestinën e ditëve të sotme. Gjithsa Ibrahimi a.s. aty ishte dhe ishte me të në si familje, pra edhe bashortja e tij Sara. Kur Ibrahimi a.s. pa se ka mysafir, atëherë nuk vonoi shumë për ta u kujdes që të therë një veç, i cili veç po ashtu në shpejtësi Allahu Gjelle Gjelaluhu kishte përmendur se bi ijlin semin në një ajet të Kuranit, një veç të majm, edhe bi ijlin hanidh në ajetin tjetër përmend me një veç të pjekur. Pra këto argumente për të përmendura
në raste të ndryshme në Kur'an, ne na japim pak mundim. Kur e them ne, jo mua, jo ne që jem të vogël në dije, por dietarëve ju jep mundim që të bojnë gjitha këto versetet, gjitha këto ajetet Kur'anit dhe të bëjmë bashkë njërën me tjetën dhe të kuptojnë narracionin dhe ngjarjen. Pra kjo është kur Allahu e përshkruan ngjarjen në Kur'an në më shumë se një vend, qysh ka ndodhur thujse me shumicën e rasteve. Një profet pra e përmendet në atë sure, e në atë sure, e në tjetrën sure, e përmendet në sure të Mekës, të Medinës, dhe ne duhet të kuptojmë pse është përmendet, cili ka qenë konteksti dhe cilat janë të rejat që thuhen për atë profet ose përmendjen e tij në rastin konkret, sepse ato duhet ti marrim ato informata, ti mbledhim, ti të bojmë dhe pastaj ti palojmë, ti rëndisim në kontekstin edhe kohor edhe kronologjik në mënyrë që të marrim përfundimin e duhur. Në këtë rast pra Ibrahimi a.s. pa u vonuar solli një veç të majmë, të pjekur para mysafirëve të cilën e kishte përgatitur në fakt pra bashortja e tij Sara, e cila sillte ushqimin deri afër odës aty, dhe Ibrahimi servonte nga, sikur themi, korridori i shtëpisë tyre në odën në dhomën e pritjes ku ka qenë pra Ibrahimi a.s. me mysafirët që ishin melek, e që ai nuk po i dinte se janë melek, sepse ata ishin personifikuar në njerëz dhe kjo është mëse e njohshme që Allah kur dëshiron pra melekun e bën në formë të njeriut dhe ai komunikon me ne si një njeri. Sikur që i ka ndodhur pra edhe Xhibrilit është bërë njeri në disa raste Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberëve të tjerë. E në këtë rast pra, derisa Ibrahimi po bisedonte, Sara solli ushqimin dhe Ibrahimi u çu të shërbente atë ushqim. Më vonë duke ju thënë atyre, sikur që e kemi zakon pra bujrum, urdhëni ja ku është ushqimi para jush, ata u panë se nuk do t'i zgjasin durët për të marrë ushqim. Dhe ishte mëse e çuditshme sepse ata nuk imagjinoj të ishin musafir të panjohur, të ishin afër me vendbanim. Pra, derisa ishin të panjohur, ata në minimumi, ata do të kishin ardhur nga larg. Dhe ardhja nga larg vetvetiu të bën të jesh i uritur, sidomos në ato kohë kur ti nuk ke pas mundësi që të ushqehesh 100 metra, 200 metra më larg se shtëpia e mikut ose e shokut, se nuk kanë qenë lokalet e gastronomisë këto që janë në ditët e sotme. Andaj edhe duhet të kem parasysh një gjë të tillë se Ibrahimi a.s. Pra mendonte se gostia është më se e nevojshme për mysafirët e lartë dhe aq më tepër kur përgatitet diçka e veçantë, siç është gostia me mish, respektivisht me një veç të majmë e të pjekur. Kur pa se ata nuk po marrin ushqim, Ibrahimi a.s. mori një dozë të frikës se në mos ata janë melek dhe në mos ata melek pra kanë ardhur për një gjë të pakëndshme e cila po i bën që edhe të mos ushqehen edhe nëse janë të tillë. Pra kur i hyri frika Ibrahimit a.s. dhe pa se mos përgjigja pozitive tyre që të marrin pak prej ushqimit, sikur që ne na ndodh ndonjëherë kur shkojmë në një familje, kanë përgatitur ushqim ose përgatisin ushqim pa na pyetur se jemi të uritur ose jo. Sidomos të dita të sotme të zhvillimit të gjitha këtyre lokaleve që janë të gastronomisë, ku njerëzit mund të ushqehen pak minuta para se me hyrë te shtëpia jote. Vetëm që duhet të jenë transparent. Nëse janë të uritur, mos të ngushtohen, të lypin bukë. Të lypin, e mos lasim të hanë nëse u servohet. Nëse janë të ngopur, është mirë që kur të pyetet për kafën se çfarë e do, ai të jep disa përgjigje, pra jo vetëm për kafën, por për gjithçka që pritet që ti servohet atij për ushqimin, të thotë, pra po dua të pini kafe ose nuk dua të pini kafe sepse dua të pi çaj pasi që kam
hëngër ushqim para pak minutash. Ju tregohet që nuk jam i nevojshëm dhe nuk jam në gjendje që të ushqem më tepër. Nëse për ndryshe, ne nuk kemi dhënë asnjë sinjal dhe i zoti i shtëpisë vendos ushqim para nesh, atëherë është nga edukata, nga kultura islame që terbia, pra që ne të marrim sadopak prej ushqimit, edhe nëse nuk jemi shumë të uritur, madje të themi ndonjë fjalë miradije, nëse veç na pëlqen, të themi mirë pasi përgatit, por fatkeqësisht unë kam qellu i ngopur dhe nuk po mund të ushqehem më tepër me këtë ushqim fantastik që e paski të përgatit. Pra njerëzit kanë nevojë për një gjë të tillë. Edhe Ibrahim a.s. pati nevojë që të jepet një sqarim dhe ata i treguan se ne jemi dërguar te populli i Lutit pra për ta shkatruar atë. Por ajo që ne duhet të themi ty, kemi ardhur për të dhënë një lajm të mirë për ty, që ti do të kesh fëmijë. Atëherë gruaja e cila ishte afër, pra duke bërë përgatitjen, pra edhe sjelljen e ushqimit deri afër odës aty, ku Ibrahimi delte dhe e merrte e fuste në odën në dhomën ku ishin mysafirët. Ajo dëgjoi këto fjalë dhe në fakt në shumë vende në Kur'an përmendet kjo ngjarje. Sara në atë rast nga habia e madhe, sakët wajhaha, e ka gërrit tyrën e saj. Në ajet tjetër thuhet ka shkul flokët e saj. Në ajet tjetër thuhet ka qajtur me zë të lartë. Në ajet tjetër thuhet ka qesh dhe në gjitha variantet ka bërë atë pyetjen e logjikshme për cilën nuk ka vendos pikpyetje, pra nuk ka menduar që të marrë përgjigjen e duhur. Elidu wa ana ajuzun aqim, si ka mundësi të lind unë kur jam edhe plak e edhe sterile. Pra, i duket lajm i pa mund shumë të realizohet. Melajket përkundrazi thanë se ti mos ke dert se ne një gjë të tillë jemi në gjendje ta përçojmë edhe më mirë. Pra, ti jo vetëm që do të lindesh, por do të lindesh Ishakun, do të jetë djalë, o min wara'i Ishaqa Jakub, dhe pas Ishakut do të jenë edhe Jakubi. Pra paralajmërojnë se ky le që do të lind, por nuk do të jetë steril, nuk do sprovohet me atë që jeni sprovuar ju. Pastaj edhe na tregon, dhe kjo është sinjali më kryesor që dietarët islam kanë përmendur në këtë fushë, kanë thënë se melajket kur i dhanë myshde se do të vi edhe Ishaku, edhe mas Ishakut Jakubi, patëm për qëllim të i tregojnë se ju do të arrini, po se po këtë gëzim, por do të arrini edhe nipin, pra që të jetoj Ibrahim a.s. deri sa të lindet fëmia i fëmijës në këtë rast, pra të bëhet edhe gjysh. E kjo lajm tash ishte edhe më interesant, edhe për këtë imagjinohen edhe nga aspekti psikologjik se është e mundshme që një njeri kur merr lajm tepër të befasues dhe me një befasi sa mund të thuhet i pamundshëm. Vetëm me thonë dikush se unë po të çoj mrekulli një fëmijë, edhe ti e pyet vetëm pastaj po kjo nuk është e mundshme se kush jam unë që të ndodh mrekullia në mua ose me mua. Mirë po Allahu xhalla xhelaluhu me ursinë e tij e di se kush është dhe çfarë është dhe kush ka nevojë dhe çfarë ka nevojë, andaj edhe kur jep diçka dikujt e di se a mund të jetë i mirë apo i keq dhe a ka nevojë që të avancohet çështja e të mirit dhe të degradohet çështja e të keqit. Me fjalë tjera, në rastin konkret, pra ti le që do të lindish, po do të vi pas Ishakut djali tjetër që do të jetë Jakubi a.s. Dhe kjo na tregon po ashtu edhe për një ngjarje tjetër që është me rëndësi që ai do të jetë pra pejgamber, jo vetëm do të lindet, jo vetëm do të rritet dhe zhvillohet, por edhe do të jetë profet, do të jetë pejgamber. Gjatë që në këtë rast gruaja
e Ibrahimit a.s. Sara do të gëzohet pra për këtë paralajmërim dhe me këtë myshde që i dhanë dhe ajo në fakt e pret ditën dhe momentin që të bëhet nën edhe pse do të thotë Ibrahimi a.s. ishte bërë babë edhe më herë, por ajo nuk i kishte provuar epitetin e nënës më parë. Dhe kësaj pra do të lind Isaku e do të vjen me vonë dhe Jakubi. E ne edhe për njërë dhe për tjetër do të përmendim disa gjëra që lidhen me jetën e tyre dhe me misionin e tyre prej profetësh. Bëjmë një pauzë të shkurtër, kthehemi pas pak, qëndroni me ne. Rikthehemi të respektuar teleshikues për të vazhduar me emisionin ton Popujt e Kuranit, ku sonte jemi duke folur dhe duke tentuar të shpjegojmë për dy profet prej profetëve të Allahut edhe dy familjar të Ibrahimit a.s. që janë lidhje e profetëve. Në këtë rast është fjala për Ishakun dhe pas Ishakut Jakubin. Të nderuar teleshikues, ngjarjet për Ishakun nuk ka shumë të përmendura në Kur'an. Madje edhe nuk dihet shumë për detajet e tij, e më shumë dihen për Ismailin. Rrjedhimisht ndoshta edhe nuk do të kisha dashur që të bëjmë një emision pasi që emisioni jonë nuk ka të bëjë shumë me trajtimin e historisë dhe biografisë së profetëve. Ne kemi bëjmë me popujt e Kuranit. Mirë po, duke pas parasysh se këtu tash fillon një popull, fillon një komunitet, madje këtu e tutje do të ketë një histori shumë të gjallë, e nuk kem çare pa e prek gjenezën e atij populli dhe atë prejardhjet që për ne do t'jetë shumë me interes të dim se kush janë dhe nga rrëdhën dhe cili është epilogu eventualisht i atij populli. Me fjalë tjera, Isaku është një profet që Allahu xhalla xhelaluhu ja fali Ibrahimit a.s. si djalë dhe më pas edhe erdhe në jetë edhe djali i tij Jakubi. Mund të thuhet se këta dy profet, në këtë rast po flas për dy vëllezërit, Ismaili dhe Ishaku, mund të kenë dallim në moshë më tepër, pra ndoshta dikun 12 vite. Kur ka qenë Ibrahimi a.s. ose 17 vite, me fjalë tjera, kur ka qenë Ismaili i tillë, ka lindur Ishaku. Mund thuhet edhe ka pas më pak kohë ndërmjet tyre. Ajo që ne na intereson se u lind Ishaku dhe më pas Ishakut vjen edhe Jakubi, duke qenë gjallë Ibrahimi dhe Sara. Pra e përjetojnë edhe epitetin gjysh se lemë epitetin prind që Ibrahimi e pati përjetuar më herët, edhe Sara po përjeton tani me lindjen e Ishakut. Më pas, Ishaku jetoi në Palestinë, aty ku ishte edhe Ibrahimi a.s. E kur vdiq Ibrahimi a.s., Ishaku vazhdoi rrugën e tij pra të profecisë të pejgamberllëkut, pra që Allahu e kishte zgjedhur edhe këtë që të jetë pejgamber dhe të thërriste njerëzit në rrugën e drejtë, të vërtetë, në besimin në Zotin një, të adhurohet vetëm ai e të mos i shoshërohet asgjë atij e gjëra të këtilla të ngjashme që janë mëse të njohura. Në këtë rast vjen në jetë pastaj edhe djali tjetër që është Jakubi. Jakubi është pra një djalë i Ishakut, e që Ishaku mund të ketë pas edhe fëmijë të tjerë. Pra jo vetëm Jakubin, po Jakubin
që në Kur'an përmendet edhe me një emër tjetër që është Israil. Israil a ka qenë emër i përveçëm i Jakubit, pra që t'i ketë pas 2 emra, apo ka qenë një sinonim që i bjen Isra edhe Il janë 2 emrat në gjuhën hebraike ose ibrishte, që e ka kuptimin rob i Allahut, pra sikur që është identik në arabisht Abdullah. Pra Israil i bjen Abdullah. Në këtë rast, Isra është abd, Il është në gjuhën hebraike është Ilah, Allah, pra Zot. Il, Zot. Rob i Allahut, pra Israil. Nëse i pas ka pasur 2 emra dhe njëri ka qenë i tillë, pra nënkupton se kjo është vi profetike dhe vi e pastër fetare, që djali i pejgamberit të madh, pra Ibrahimit a.s. do t'jetë Ishaku, që është edhe ai pejgamber, e nuk mendohet që nga ta të dalin fëmijë laik me vetë dëshirë. Përkundrazi, Allahu, kur e përmend Ibrahimin a.s. thotë që e bëm që pasardhësit e tij të trashëgojnë pejgamberin, dhe ashtu dhe ndodhi. 2 djemtë e tij, edhe Ismaili, edhe Ishaku, 2 pejgamber, 2 profet. Edhe djali i Ishakut, pra nuk dihet më për djemtë të Ismailit, ka pasur ose sa ka pasur ose cilë kanë qenë, për shkak se nuk dihet që ata janë bërë pejgamber. Pra a ka pasur fëmijë Ismaili, është mëse e sigurt dhe mëse e sakt, sepse nga ajo lozë do të vijë pejgamberi tjetër i fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por sa fëmijë ka pas Ismaili, me sigurt nuk përmendet në për libra. Dhe a ka qenë ndonjëri prej tyre pejgamber, pra pas Ismailit, jo, nuk ka qenë pejgamber. Pas Ishakut, pra pas ka qenë Jakubi, i cili ka qenë pejgamber. E kush është Jakubi a.s.? Jakubi a.s. pra një djalë pejgamberi nip i pejgamberit. Nuk kemi dyshim në këtë. Që Jakubi ka qenë djali i Ishakut, nuk kemi dyshim për shkak të përmendjes që Allahu ka përmendur në Kur'an. E dikush mund të thotë pse a ka dilemë që nëse është përmendur Kur'an të jetë ndryshe. Jo që mund të jetë ndryshe, por mund t'i thuhet gjyshit bab, pra janë etërit e juaj ata, dhe mund t'i thuhet edhe nipave djem. Andaj ka mund të jetë Jakubi në gjenerat tjetër pas Ishakut, pra që të ketë një prind në dërmjetëm, i cili nuk është pejgamber, pra mund të supozohet një gjë e tillë, por realiteti me këtë ajet të Kuranit thotë se wa min wara'i Ishaqa Jakub, pas Ishakut do të vijë Jakubi. Që kjo pas kur përmendet në këtë rast, në këtë ajet, nuk është se do e mos e ngërthen në vetvete që do të jetë fill pas tij. Mirë po, e kemi një hadith tjetër që është i sakt hadithi që transmeton Imam Buhariu, i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur është përmendur Jusufi alayhis salam, ka thënë djalë fisnik i babës fisnik. I babës fisnik, i babës fisnik. Pra në kuptim jo vetëm fisnik të thuhet në parim të fjalës të fisnikrimit, po është nebi kerim, do thotë që është pra i lindur pas një babe që është pejgamber i El-Kerim, Ibnul Kerim, pra Ibnul Kerim është fjala për Jusufin, Jakubit të Ishakut e Ishakut të Ibrahimit. Pra kësisoj, Allahu Gjelle Gjelaluhu e përmend këtë lidhje. Edhe pse thot Allahu në Kur'an wa wahabna
lehu Ishaqa wa Jakuba nafila. Ne ja kemi dhënë Ishakun, pastaj Jakubin I bie nafile I thuhet nipit. Mirë po ajo që është më rëndësi, thot wa kullan ja'alna salihin, të gjithë I kemi bë që t'jenë të mirë. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim. Dhe I kemi bë imam, prijes që ata të udhëzojnë me urdhin ton dhe me shpalljen ton, pra, dhe ne I kemi shpallur atyre fi'l al-khairati wa iqama as-salati wa ita az-zakat. I kemi shpallur atyre që të bëjnë punë të mira, të falin namazin, të japin zakatin, wa kanu lana abidin, dhe ata ishin prej robërve tonë të devotshëm, adhurues pra. Jakubi a.s. Ishte martuar me shumë se një grua, pra ajo që dihet sakt të paktën kanë qenë 2 gra. Por ajo që dihet po ashtu që nuk janë argumentet kuranore, por përshkrimi në histori është bukur I sakt, pra ka pas më shumë se 2 gra, pra I ka pas 3 ose 4 gra, vile thuhet 2 gra e 2 shërptore. Nga 2 gra ka pas, ose nga gjitha këto gra, nga njëra gru ka pasur 6 fëmijë, nga 2 tjerë ka pas, nga 2 gra tjerë I ka pas 4 fëmijë, e nga njëra grua e ka pasur Jusufin dhe Benjaminin. Këta kanë qenë 2 vëllezër të vetëm që kanë qenë vëllezër prej babës dhe prej nënës. Ndërkaq vëllezërit e tjerë, Jusufi a.s. do t'i ketë vëllezër vetëm nga baba që gjithsejt I ka 11 ose vetë është vllai I 12, pra ose djali I 12, jo po e them me renditje patjetër I 12, po I Jakubit a.s. Jakubi pra ka jetuar në Palestinë, ka qenë një njeri shumë I devotshëm, dhe ka pasur një përkushtim të jashtëzakonshëm në çështjen e adhurimit të Allahut xhallal xhelaluhu. Ku e dim këtë? E dim sepse Allahu e përmend Jakubin a.s. wa idh hadara Yaqub al-maut, Allahu kur e përmend kur I erdhi Jakubit vdekja. Çfarë veproi ai kur I erdhi vdekja? I mblodhi fëmijët e tij. Qale ma ta'budun min ba'di, çfarë do të adhuroni ju pas meje? Pra ai kishte dert se çfarë po u lë fëmijëve të tij nga edukimi fetar. Nuk ishte pra çfarë do të bëni me këto toka ose me këtë pasuri ose ku do t'i lëni ose çysh do t'i ndani, sikur që preokupohen shumë herë njerëzit me fëmijët e tyre. Përkundrazi, Jakubi a.s. Allahu e përmend se I ka tubuar dhe ka pasur këtë det. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq, ilahan wahida. Ne do të adhurojmë Zotin tënd dhe Zotin e prindërve tu, Ibrahimit, pra thash që fjala prind, baba, etër, përmendet edhe për gjyshin, Ibrahimit, të Ismailit dhe të Ishakut, ilahan wahida. Që ai është një Zot I vetëm dhe nuk meriton tjetër kush të adhurohet. Me fjalë tjera, Ibrahimi a.s. ka pas këtë shkallë të devotshmërisë. Mirë po, ka pas një gabim të themi, nuk kam guximin ta them. Por ishte bërë I dashur njëri prej djemve ose 2 djemë më shumë se sa 10 djemë të tjerë. Pra këta 2 djemë që po fokusohemi në përmendjen e tyre, Jusufi dhe vllai I Benjamini kanë qenë më të dashur, më të afërt për Jakubin a.s. Kjo nënkupton se një njeri mund të ketë anim ndaj fëmijëve që I ka.
A është e natyrshme kjo? Po, kjo është e natyrshme. Prindrit mund ta fshehin, por dallime ka gjithsesi. Unë e di që këtë fjali kur e them, secilit i shkon ndërmend, a thu, a dhe baba jem pas ka pasur dallim mes meje dhe vëllezërve, mes meje dhe motrave. Kjo është gjë e lehtë. Sidomos ti prind i nderuar që mendon kështu. Pra po them prind i nderuar nëse vetë ke fëmijë. Do ta kuptosh se ndaj fëmijëve mund të kesh qasje ndryshe. Çfarë është qasja ndryshe? Qasja ndryshe i do më shumë sa i përket dashurisë dhe dhemshurisë ndaj tyre dallon një gjë e tillë. Dhemshuria mund të jetë e njëjtë dhe e barabartë, madje mund të jetë tamam sikur e thon, sikur gishtat e dorës, cilën do që e prind të dhem njëjtë dhe që të gjak njëjtë. Në kuptimin pra nuk mund të pranoj dikush nga dëshirat të thuhet se cilin gisht don të ta prej. Asnjëri nuk pranon, se secili dhem. Mirë po, në kuptimin e afërsisë, njerëzit jo vetëm fëmijët, por në përgjithësi edhe vëllezërit ne i dallojmë, edhe motrat i dallojmë, edhe axhallarët i dallojmë, edhe dajallarët i dallojmë, edhe shokët e punës, kolegët i dallojmë. Pra, kjo është shumë e natyrshme. Të pyetet dikush se çysh është e mundshme të kesh dallim në fëmijë, atëherë bëri këtë pyetje, pse është e mundshme të kesh dallim në dashuri ndaj vëllezërve? Pse është e mundshme të kesh dashuri ndryshe pra, me dallime ndaj motrave, ndaj axhallarëve? Pse një axh e don më shumë se sa një tjetër? Pse një daj e don më shumë se sa një tjetër? Varet prej shumë faktorëve, prej sjelljeve të tyre, prej fëmijërisë që ti ke pas, prej lidhjeve që me dikën i ke gëzu më shumë disa raporte me dikën më pak. Ti mund të kesh pas një axh, për shembull, që ai në jetë me ty nuk dallon shumë. Pra, axha jot mund të jetë 5 vite, 10 vite më i vjetër se ti. Në një mënyrë ose tjetër, ti edhe kujton ndoshta kur keni shkuar në shkollën fillore bashkë, ndoshta ai në klasën e 7, 8 në klasën e parë. Megjithatë, nuk mund të thuhet që këto raporte i ke shumë të njëjta me atë axhën që është edhe më i vjetër se baba jot dhe që ti e ke konsideruar gati si gjysh. Ke pas frikë nga njëri më shumë se sa nga tjetri. Ke pasur respekt ose interes fëmijëror nga njëri më shumë se tjetri. Njëri ka qenë më kopras, tjetri ka qenë më bujar, më i gjymërt. Pra mbeten këto kujtesa dhe njerëzit nuk është se nuk i kanë këto dallime. Por shtrohet pyetja, a bën që kjo të jetë edhe ndaj fëmijëve, a bën apo nuk bën, kjo është instinkt, nuk pyet kush. Kjo ekziston, kjo mund të jetë, por a duhet ta shfaq njeriu me do mos këtu nuk duhet ta shfaq. Pra nuk duhet ti të tregohesh se ke anim nga ndonjë fëmijë. Por a e nuhasin fëmijët një gjë të tillë? Po, por le të jenë kriteret ato që ty të arsyetojnë pse dikë e do më shumë se sa dikë tjetër. E këtu ka plot prej prindërve që janë të padrejtë tërësisht, sepse nuk ka arsye që njërin e don më shumë se tjetrin. Ka raste. Ama kur prindi për shembull ka edukim vet, natyrshëm se fëmijën që nuk ka nevojë ti thuash në fëmijëri të tij 2 herë çu fale namazin, pra kur unë jam fetar. Përdesa fëmijës tjetër duhet t'i thuash 200 herë çu fale namazin. Një fëmijë i cili nuk ka durim të dëgjoj Kur'anin, mos las të lexoj Kur'anin, shumë dallon dashuria për këtë tjetrin i cili është tërkohën me Kur'an në dorë. Një fëmijë që perspektiva për të ardhmen tek njëri është më garantuar se te tjetri. Pra, në një farë forme, ti e shes se ky botkuptimet për jetën i ka më të zhvilluar, më të avancuara, edhe pse ndoshta ka fetaria nuk është mirë. Pra, në një farë forme, shkolla i shkon mirë, zanatin e merr mirë, e këshyr punën e vet mirë, ka moral të pastër në punë, është i Zoti vetvetes, derisa ky adhuruesi
ky lexuesi i Kuranit, ky përfillsi namazit, pra mund të jetë i mirë, por mund të jetë i paaft për të ardhmen e vet dhe për punët e veta që e presin. Me fjalë tjera, edhe ky të zemron. Pra, nga njëherë prindërit e gjejnë veten se dynjaja i bën që dikën ta dojë më shumë sepse ky në dynja është më i avancuar. Dikush tjetër fetarin ose ahiretin e fëmijës e do më shumë dhe kësaj anon ka ky për shkak të fetarisë ani pse ka dynjaja duhet ndihmu këtij fëmijës se është totali pa zhvilluar. Me fjalë tjera, mund të ketë dallime aq më tepër kur edhe prindërit nuk janë të njëjtë në kuptimin e fjalës. Fëmijën e parë ndoshta te e ke në moshën 20 vjeçare, fëmijën e vogël e ke në moshën 40 vjeçare. Kur ti ke pas 20 vjet, është një periudhë kohore e kulmit të jetës, të punës dhe të angazhimit ku nuk ke kohë shumë të duash fëmijët. Vjen një periudhë kohore ku ke kohë të merresh me fëmijë. Me fjalë tjera, ndonjërin e llaston më shumë se sa tjetrin. Ndonjërin e luan me te, derisa me atë tjetrin ndoshta ke pas raporte të jetë zyrtare. Me fjalë tjera, këto ekzistojnë e këtë e ka pasur edhe Jakubi alayhis salam. Akuzojnë thash ta quaj gabim, jo se nuk e kanë quajtur dietarët, nuk e ka quajtur profeti sallallahu alaihi wasallam, por që është vrejtur animi, është vrejtur. E i dërguari sallallahu alaihi wasallam na thot, edhe nëse dikush e do ndonjërin më tepër, qoftë fëmijë, qoftë dikë tjetër, pra që i ka më shumë se një të tillë, pra në këtë rast bashortë, nëse ka më shumë se një grua, nëse ka dallime në këtë, atëherë duhet të mos e shpërfaq me fjalë, të mundohet ta mbuloj e të mos duket se është i tillë. Derisa Ishaku kishte jetuar deri në moshën 180 vjeçare thuhet, ose në moshën 160 vjeçare, Jakubi alayhis salam ka jetuar një jetë shumë interesante dhe shumë i sprovuar në jetë, por që gjithë ato narracionet të sprovimit të tij lidhen tashmë me Jusufin, e gjithsa Jusufi edhe ai është profet dhe pejgamber, aty këtu do të përmendet me domos edhe Jakubi, atëherë ne një hallk të posaçme do ta lëm tash për Jusufin si fëmijë dhe Jakubin pra si profet, e më pas do të mësojmë shumë për Jusufin përderisa është përmendur ngjarja e tij në Kur'an në mënyrë bukur të detajshme. Deri në takimin e radhës, që lëmë kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.